Tash do të përmendim disa prej fjalëve të Uthman ibn al-Affanit radiallahu anhu, prej khalifës së tretë të ndershëm. Thot Uthmani radiallahu anhu: "Yakfika min al-hasidi annahu yaghtam waqt sururik." Të mjafton kundër ziliqarit, kundër atij që të ka zili dhe që të ka hased, të mjafton sa i mërzitet kur ti gëzohesh. Pra të mjafton kundër ti si armë, kundër ziliqarit, sa i mërzitet kur ti gëzohesh, andaj mos u merr shumë me të. Pra mos e humb kohën tënde shumë me të. Thot në një fjalë tjetër, thot: "Hammu dunya dhulmatun fil qalb, wa hammu al-akhirati nurun fil qalb." Kush preokupohet shumë me këtë botë, do të ketë zemër të nxirr, dhe kush preokupohet me ahiretin, do të ketë dritë në zemër. Në fjalën tjetër ai thot: "Law tahurat qulubukum ma shabi'tum min kalami rabbikum." Nëse pastrohen zemrat tuaja, nuk ka mundësi që ju të fryheni, pra të shuani etjen nga fjala e Zotit tuaj. Nuk ka mundësi që ju të shuani etjen nga fjala e Zotit tuaj. Do me thonë, çdo herë do ta lexoni fjalën e Allahut subhanahu wa taala, në qoftë se zemrat tuaja i keni të pastërta. Në një fjalë tjetër Uthmani radiallahu anhu thot: "Wajadtu halawat al-ibadati fi arba'ati ashya." E kam gjetur, thot, atë lezetin e ibadetit, kënaqësinë e ibadetit, ëmbëlsinë e ibadetit në 4 gjëra. E para është fi eda'i faraidillah, në kryerjen e obligimeve që i kemi ndaj Allahut subhanahu wa taala. E dyta është fi ijtinabi maharimillah, e dyta është në largimin prej ndalesave të Allahut subhanahu wa taala. Wa thalith fil amri bil ma'rufi ibtigha'a thawabillah, e treta është në urdhërimin për të mirë, duke kërkuar pra shpërblimin e Allahut subhanahu wa taala. Wa rabi fi nahyi 'anil munkar ittiqa'a ghadabillah, dhe e katërta është në ndalimin nga e keqja, duke u munduar pra që të shpëtojmë prej hidhrimit të Allahut subhanahu wa taala. Fjala e tjetër që transmetohet nga Uthmani radiallahu anhu është fjala e tij: "Jiddu wa la taghfalu fa innahu la yughfal ankum." Bëhuni serios dhe mos u bëni të shkujdesur, sepse ai që ju mbikëqyr nuk është i shkujdesur ndaj jush. Pra kapeni këtë fe me seriozitet dhe bëhuni të kujdesshëm dhe mos u bëni ngaflet prej saj, sepse Allahu subhanahu wa taala, ai i cili ju mbikëqyr juve, nuk është i shkujdesur prej jush.